interesante. Unë doja ta kisha dëgjuar me vëmendje, po u vonova sa erdha nga kuzhina, por do ta ndjek direkt në YouTube sa të mbaroj emisioni. Po mos do bësh atë matjen e... Unë ta bëj matjen e glikemis pastaj. Do presi doktori dhe me njërë bëj matjen për të. Faleminderit. Ndërkohë miq, do të vazhdojmë tani në një kënd tjetër ku mua më presin. Bëhet fjalë për Elona Spahiun, unë me vete kam marrë 2 libra të saj. Si e dashur, mirë se të gjeta. Mirë se ju gjeta. Di që ne të dyja do realizojmë një formë meditimi, që do realizoj dhe unë, dhe ne realizuam diçka të tipit që unë ta realizoj ullur, sepse edhe veshja na ndikon. E mira është jemi kom kryq, por... Po, ajo është situata ideale, por duke menduar që njerëzit mund t'jenë në situata të ndryshme në momente që duan të meditojnë. Po, mund t'jenë edhe në zyrë, në ambient tjetër pune, dhe ne me këtë rast po t'regojmë që meditimi mund të realizohet kudo. Pra, edhe në situatë të tillë si që jam unë sot. E dashur njerë, unë nuk ju a bëra prezentimin e plot, ju jeni eksperte në këtë fushë, unë përmenda vetëm pjesën e librave, keni vite që tashmë jeni mësuese në fushën e jogës. Unë jam instruktore joge dhe jam një medituese rregullt, kam mbi 10 vite që unë meditoj rregullisht, edhe mund të them që më ka ndryshuar jetën për mirë. Meditimi, po çfarë kuptojmë me meditimin? Meditimi është një gjendje, është një cilësi, është një gjendje e jo mendjes, na thot Osho. Meditimi në fakt nuk mund të meditojmë normalisht, sepse vetë gjendja jonë është gjendje meditative, gjendja jonë e brendshme. Pra, ne duhet ta vendosim vetveten në këtë gjendje meditative, pra ta gjejmë atë, sepse kemi tashmë brenda nesh. Nuk është se ne duhet ta marrim nga jashtë ose ta fitojmë nga jashtë. Jo, ne kemi tashmë brenda nesh. Ne thjesht na duhet që ta zbulojmë. Për këtë na shërben meditimi, në fillim fillohet me jogën, sigurisht sepse jo të gjithë njerëzit janë të prirur të ulen dhe të meditojnë. Ndonjëherë nuk kanë kohë, ndonjëherë nuk dinë si ta realizojnë, se mendojnë që është... Në fakt, nuk është aq e vështirë, por është shumë e vështirë për arsye sepse mendja jonë, me impulset që ajo na jep, është gjithkohës duke punuar. Dhe në momentin që ti ulesh, ti mbyll syt dhe thua, s'kam bërë këtë, do të laj enët, ose do të bëj diçka tjetër, ose kam për të punuar në kompjuter. Ose si ma thaj këtë. Ose si ma thaj. Pra, mendja vetëm vrapon, dhe ty nuk të lejon që ti të qëndrosh ulur në meditim. Kjo është pra, ja pse është kaq e vështirë, pra, sepse s'na lë mendja. Dhe ç'bën? Yoga e përgatit trupin për t'i ullur të gjitha këto impulse, në mënyrë që t'i lë vend, të krijohet ajo hapësira dhe të shkojmë në nivele më të larta të vetdijes. Dhe aty ne fillojmë pastaj të shohim gjithçka ndryshe, gjithçka na qartësohet, kemi më tepër fokus për të bërë detyrat e përditshme, kemi më tepër dinamizëm, kemi më tepër energji, dhe këto të gjitha bëhen vetëm duke pasur atë vullnetin për ta bërë çdo ditë meditimin, për të bërë jogën dhe më pas meditimin. Kjo është pra pak a shumë, sepse kjo është një fushë shumë e thellë dhe meditimi në fakt është... Nuk mund ta eksplorojmë vetëm në këtë emocion, me kaq minuta, por meditimi na çon në njohjen e vetvetes. Dhe kjo është aja nga ku secili nga ne duhet ta fillojë. Të njohim vetveten, të gjejmë atë forcën e brendshme që secili nga ne e ka në fakt, por që të gjithë ne e kërkojmë nga jashtë atë. Dhe si e kërkojmë? Për të realizuar këtë që ju sapo përmendët, do t'ju ndihmonte shumë edhe libri Hapat drejt vetvetes, por gjithashtu edhe të shohësh përtej mendjes, vetëdijësimi. Të 2 libra të Elonës. I gjejmë tek studio jonë, mjafton numrin tim të telefonit, do ta keni tek posti, në çdo post Albania Yoga Center. Kemi hapur dhe një studio të re dhe ju presim me shumë kënaqësi, me përkushtim edhe dashuri për të ndarë
me ju gjithçka unë di drejt rrugtimit të njohjes së vetes. Unë nuk kam lexuar ndonjë nga librat tuaj, por kam lexuar libra në këtë fushë, kam lexuar disa dhe mund të themi që sado që mund kem lexuar, çdo libër tjetër i shtuar në këtë fushë bën mirë dhe me të vërtetë të ndihmon. Sidomos në një periudhë disa mujore ndihet efekti i librave që kanë lidhje me jogën dhe me mendjen. Por të jemi pak më praktik sot, të realizojmë disa sikur vetëm një rjesht, më fal se të ndërpreva, sikur vetëm një rjesht apo një fjalë të bëj klik në mendjen tënde, atëherë ti fillon të ndiset diçka brenda teje. Është shumë e rëndësishme. E vërtet. Është shumë e rëndësishme që të lexojmë libra të tillë. Nëse s'kemi kohë të shkojmë në yoga, por e mira është të bëjmë yoga dhe meditim. Pra ajo është çelësi për të njohur vetveten. E vërtet. E ndërkohë, sugjeroj që të fillojmë të realizojmë ndonjë nga ushtrimet që përfshin meditimi. E thamë që ju do të realizoni në kushtet më të mira të mundshme, ndërkohë unë do të realizoj në këto kushte që janë. Kudo ku t'jeni, mund të uleni në karike, sepse jo të gjithë mund të ulen, mund të kenë probleme me gjurin, nuk janë kushtet e përshtatshme. Po, e vërtet. Dhe kështu që do të realizojmë një meditim të lehtë, do të fillojmë, do të ulemi, do të reatohemi pak, përshëndetim njerë, namaste. Sugjeroj që personat që në karike si puna ime, ti kenë këmbët kryq? Në fakt karika duhet pak më ullur, karika në mënyrë që këmbët po ule fare, në mënyrë që këmbët i kesh të lirshme, trupi duhet jetë goxha i relaksuar, në mënyrë që ti ta shijosh atë që po bën. Okay? Do të fillojmë me dy frymarrje, edhe njerëzit që janë në këmbë mund ta bëjnë, do të fillojmë me dy frymarrje, drejtojmë shpinën, kudo që t'jemi, si t'jemi, në këmbë ulur, i lëshojmë supet, relaksojmë supet, relaksoni krahët, ëllëmbët shojnë lart tavanin, më falni. Edhe nga dalë fillojmë të marrim frym thellë edhe ta nxjerrë atë më gjatë nga goja. Marr frym thellë e mbushim barkun plot si tullumbac. Edhe nxjerrim nga goja, duke rrumbullakosur pak buzët sikur po frym qiriun. Qëndrojmë me disa frymarrje. Marr frym e fryj barkun plotësisht, drejtoj shpinën, relaksoj shpatën. E nxjerr, kërthisa shkon drejt kurizit, ajri ngjitet lart, në mushkëri, në fyt, dhe del jashtë nëpërmjet plekrave. Qëndroni kështu për disa frymarrje, të thella, plota. Fokusi do të jetë vetëm tek frymarrja apo jo? Fokusi është tek pika midis vetullave, ose tek frymëmarrja dhe tek frymënxjerrja. Vazhdojmë të marrim frym thellë, ngadalë. Lëshoj supet poshtë, krahas, pra çdo gjë duhet jetë e lirshme. Vazhdojmë dhe 2-3 frymarrje. Okay. Frymarrja e fundit, marrim frym thellë, mbush barkun. Edhe nxjerrim atë plotësisht duke shfryrë atë. Tani lëshoj frymarrjen dhe bëj atë normalisht, mos e kontrollo. Thjesht 2 frymarrje normale, të lehta. Unë pas here unë pas përqendrimit. Nuk flasim gjatë meditimit, thjesht marrim kohën tonë. Ngadalë marr dorën e djathtë para fytyrës dhe do të shkojmë të bëjmë 2 frymarrje që quhet Nadi Shuddhi,
Bashkojmë 3 gishtë të rinjt, gishti i madh dhe gishti i vogël hapet, bllokojmë flegrën e djathtë të hundës, edhe nxjerr nga flegra e majt dhe marr po nga e njëjta anë. Mbasi mbaroj e mbyll të majtën, nxjerr nga e djathta dhe marr po nga e djathta. Vazhdojmë kështu për disa frymarrje. Nxjerr marr. Sa mbaroj me njërën e mbyll. Nxjerr marr. Lehtësoni krahun, mos e mbani të shtrënguar. Nxjerr marr. Kjo teknik na shërben për të pastruar idën dhe pingalën, janë 2 kanalet e energjisë femërore dhe mashkullore në trupin tonë. Me këtë teknik, nxjerr dhe marr, vendosim një ekuilibër midis tyre. Asnjëherë këto 2 energji nuk janë të balancuara. Vazhdoj të nxjerr dhe të marr ngadalë, qetësojmë frymarrjen. Qetësojmë impulset e trurit, të mendjes. Vazhdoj të nxjerr dhe të marr. Dhe ngadalë, kudo që t'jem, përfundoj me të majtën. Nxjerr edhe marr. E ulim ngadalë dorën, e relaksoj. Normalizoj frymarrjet, shpina drejt, koka drejt. Dhe qëndrojmë pak me frymarrjen dhe të nxjerrjen. Nuk i ulim mendimet, ne thjesht nuk i sforcojmë që t'i ngadalsojmë, thjesht i lëmë të shkojnë dhe të vinë. Vëmendja është tek frymarrja dhe frymëzirja. Qëndro. Merr frymëzim, dhe çoj vëmendjen tani tek pika midis vetullave. Shohim një dritë të bardhë. Imagjinojmë. Sa herë marr frymë, ajo të puret. Dhe sa herë nxjerr frymën, ajo dritë e bardhë hapet, përhapet në të gjithë ballin. Ngadalë, me këtë dritë, shkojmë tek anahata, në pjesën e krahërorit. Edhe shihe atë dritë të bardhë, shihe komplet krahërorin, të mbuluar nga kjo dritë e bardhë. Të fillo të shohësh ngadalë brenda vetes. Të pije edhe më shumë. Ti ndihesh mirënjohëse për vetveten, për atë që të lejon të bësh të gjitha gjërat. Ndihesh mirënjohëse për çdo gjymtyr të trupit tënd, për këmbët që të lejon të ecësh çdo ditë, duart që mbajnë çdo ditë gjëra për ty. Mirënjohëse për zemrën, e cila punon natë e ditë për ty. Mirënjohëse për sytë, për gjithçka. Dhe nuk e marrim për të mirëqenë. Është shumë e rëndësishme. Okej. Bëjmë 2 frymarrje të thellë. Dhe nxjerrim duke shkruar supet poshtë, drejtoj kokën, edhe një frymarrje tjetër.
E nxjerra të rëndësisht. Nga dalë marë frymë dhe bën gati të themi vetëm një herë mantrën Om Shanti Shanti. Marë frymë për Om. Shanti, Shanti, Shanti. Pace, pace, pace. E marrë të duart në krahor dhe përkulemi ndaj vetvetes në fillim. Të dy gishtërinjt shkojnë midis fetullave dhe shkojnë në drejtim të tokës, përkulemi ndaj planetit Tokë. Namaste. A dalë, hapim sytë, edhe buzëqesh. Unë jam pas sytë edhe buzëqesha pak më përpara se ju. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte super gjë. Unë jam përpjekur ta bëj ndonjëherë në këto nivele. Ta ke shijuar. Jam përpjekur, po her pas here kam hapur sytë, sepse po shija disa prej operatorëve që po realizojnë edhe ata disa praktika dhe thash mos u mbasin vëmendjen. Fillohen edhe sepse ka diçka të fut në botën tënde ky realizimi i jogës dhe ti humbet ndonjëherë haron hallet, edhe detyrimet ndonjëherë që mund kesh, edhe jo, është ulim mendimet, ne këtë duam, të ulim mendimet tonë. Përpara se ta mbyllim dhe një pyetje, kur sugjeroni që të realizohet kjo? Kjo mund të bëhet 2 herë në ditë, sipas kohës, mund ta bësh në çdo moment të ditës, ti mund ta bësh ulur në karrike, në kolltuk, kudo që ti jesh, në zyrë rekomandohet shumë, dhe mund ta bësh në mëngjes herët kur ngrihesh, merr disa minuta përpara, çohu bëj këtë sikur 10 minuta në ditë, 5 minuta filloje, thjesht mbylli sytë dhe qëndro, asnjë gjë nuk duhet të bësh. Asnjë gjë, thjesht relaksoje trupin tënd. Kjo është aja nga ku duhet ta filloni. Relakso trupin dhe më pas nëse e bën për ditë, pastaj do të shohësh që do vish duke u rritur, do fokusohesh, do jesh më prezente. Kështu që faleminderit. Ishim me Elona Spahiun, 2 librat e saj, mund t'i gjeni duke kontaktuar atë. Ajo vjen nga Albania Yoga Center dhe për çdo pyetje tjetër mund t'i shkruani. Ndërkohë kolegja ime dashur ka ardhur. Erdha, sepse energjia juaj e mirë, ndjehej edhe pas studios, edhe laj më ftoi që të vi. Antoneta, faleminderit. Ne do të vijojmë tani më në një tjetër moment të programit, do të ndiqni sikletën dhe më pas do t'ju them se për çfarë do të flasim.